Një tjetër operacion është finalizuar nga Antidroga e Tiranës pas 3 muajsh hetime intensive në bashkëpunim me prokurorinë. Mësohet se janë goditur disa grupe që merreshin me shpërndarjen e lëndëve narkotike në qytet. Nga hetimet janë identifikuar 36 persona të cilët vepronin të ndarë ose në grupe dhe dyshohet se shpërndanin lloje të ndryshme droge madje edhe në afërsi të shkollave. Për 15 prej tyre është ekzekutuar masa e sigurisë arrest në burg, ndërsa 16 të tjerë janë shpallur në kërkim dhe vijon puna për kapjen e tyre. Ndërkohë 5 persona të tjerë janë arrestuar më herët nga uniformat blu. Në total gjatë këtyre operacioneve, në muajt e fundit, ku bën pjesë edhe goditja e fundit antidroga, janë sekuestruar mbi 60 kg kanabis, më shumë se 2 kg kokain, 4 armë pistolet dhe 3 armë gjahu, 121.000 euro, 60 milion lek të vjetra, 5.000 pound, 14 celular, si dhe peshore elektronike dhe 3 automjete. Ndërkohë vijojnë hetimet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.